Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha njoftoi gjatë mbledhjes së kryesisë së partisë se me 22 dhjetor do të zhvillohet një protestë kombëtare para godinës së kryeministrisë, duke e konsideruar këtë si strategjinë kryesore të opozitës për të kundërshtuar qeverinë Rama. Duhet të organizojmë protestat, duhet të fillojmë sa më parë. I kemi filluar ato që janë te kryeministria, por me datën 22 duhet të thrasim protestë kombëtare. Ata shqiptarë që vinë, ata janë të bekur, të tjerë mund të mos vinë, do vinë më vonë, por ne kur nuk do bëhemi pengesë përkundrazi, nxitës dhe vetëm nxitës të protestave gjatë ditën e fundit që të krijohet qeveria teknike në këtë vend për zgjedhje të tilla. Agenda jonë është rikthimi i votës, largimi kësaj qeverie me të cilën nuk ka zgjedhje. Është sakrifica jonë për të larguar këtë qeveri që nuk ka zgjedhje, që nuk lejon zgjedhje. Është misioni ynë. Kush është në lartësinë e këtij misioni, angazhohet. Kush nuk i përgjigjet dot, delanësh. Kush nuk don të ndjehet misionar. Vendimi për organizimin e protestës u mor pas vendimit të gjykatës kushtetuese për pezullimin e masës së sigurisë ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke e rikthyer atë në detyrë. Se pezullimi i Ballukut shkel kushtetutën apo paralizon qeverinë, problemi është se pezullimi i Ballukut çelte derën e portën e ferrit për Edi Ramën, se ai ka vjedhur më shumë se Balluku në atë aferë. Përveç protestës, Kryedemokrati njoftoi edhe radikalizimin e veprimeve në parlament. Ai deklaroi se Partia Demokratike do të ndërpresë çdo dialog me mazhorancën. Ne jemi para një realiteti shumë të zymt, pra një realitet të cilin vjedhja e shqiptarëve nuk ka më frena. Është licencë se kjo që bëri me pezullimin e pezullimit, gjykata mori përsipër apelin dhe gjykatën e lartë. Berisha kërkoi sërish ndjesë për zgjedhjen e Endrit Çabanit si avokat i popullit, duke shpjeguar se firmat që e çuan në votim në seancën plenare ishin tërhequr nga deputetët e Partisë Demokratike. Dhe me këtë unë mendoj dhe insistoj, Partia Demokratike me këtë rast ndërpret çdo lloj negociate, çdo lloj diskutimi, debati